Mirdita miq, gjendje kritike për presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk e di keni lexuar lajmet apo jo, por është një situatë vërtet drastike për të, sepse 30 specialist, mjek, neurolog, psikolog, psikiatër kanë publikuar një artikull për gjendjen mendore të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 30 specialist e kanë publikuar në British Medical Journal dhe ndoshta dikujt prej jush mund t'i duket një lajm banal ose ndoshta edhe për vetë presidenti mund t'jetë diçka kalimtare. Gaboheni, sepse 30 specialist, nuk e di e keni parasysh apo jo, të mendjes së njeriut janë ata që ne bazohemi pra në librat shkollor. Pra specialistët janë ata që varen gjithë studentët dhe këto bëhen ligje pastaj me kalimin e kohës. Në fakt, në këtë rast, të deklarosh për presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës që nuk ka aftësi mendore që të qeverisi, ky është një lajm jo i madh, por i rënd, dhe do t'ju them. Atëherë, kush është rasisht dhe nëse nuk e keni bërë ende, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Duhet të dini që në vitet e fundit, me fjalë që nga momenti kur u zgjodh president për herë të parë Donald Trumpi, herën e parë nuk ishte kaq reagime sa tani, por në zgjedhjet e dyta janë bërë ndryshime dhe do t'ju them se përse. E keni vënë re që Donald Trump nuk është më si më përpara. Me një fjalë, ka disa zgjidhje që i bën edhe ditën tjetër, ose merr disa aksione, disa vendosmëri nga sot nesër, ose dhe brenda ditës. Dhe jo vetëm kjo, por për shembull edhe këto lëvizjet e mëdha që po bën, për shembull drastiket. Tazëm kishte deklaruar që këto janë ato çka mendojnë psikologët, nuk është se i them unë, kishte thënë që nuk do të bëhet asnjë luftë, unë do të ndaloj gjithë luftat. Kemi bërë dhe një video ne këtu ku kemi folur për Donald Trumpi që tha që ka ndaluar në mandatin e parë, ka ndaluar 27 luftra dhe ishte e vërtet. Pra të gjitha këto kanë bërë pra këto lëvizje të mëdha, njëkohësisht edhe tani në Iran që tha që nuk do bëjmë asnjë luftë, bëri luftën, me një fjalë luftë, bëri reprezalje, si mund të quhet, me Venezuelën, pastaj me Iranin, tani që shkoj në Kinë. Jo vetëm këto, por një listë gjatë pra të mendjes së njeriut, pra sipas këtyre psikologëve dhe neurologëve dhe psikiatrëve, Donald Trump nuk është në gjendje, nuk ka aftësi, thotë, që të qeverisi. Dhe doja t'ju pyesja juve, po mirë, ai Biden nuk ishte e njëjta gjë, nuk bëri të njëjtën gjë, sepse Biden ndonjëherë edhe harronte. Jo vetëm që pastaj tregojnë që fle ndonjëherë Donald Trumpi, fle gjatë seancave. Po mirë, ky Bideni flinte orë të tëra dhe askush nuk tha asgjë. Vetëm talleshin edhe me fjalë bënin shaka dhe kaq. Por jo si Donald Trump që ti thuash që ti pse fle në gjatë seancave dhe ke probleme mendore. Tani, po pse e them këtë? Sepse unë mendoj që kanë ndërmend që të rrëzojnë qeverinë. E them haptazi këtë, sepse pse kërkojnë që të rrëzojnë qeverinë? Sepse rivalët janë të fortë dhe njëkohësisht ato çka kishte thënë Donald Trump para ca kohësh, nëse mbani mend, ai kishte folur për një rënje të deep state-it, pra që do ta luftonte ball për ball, dhe ndoshta dikujt nuk i ka shkuar ndërmendje ose e ka harruar. Çfarë? Kanë harruar që Donald Trump, ç'është e vërteta, po shkon drejt atij misioni. Pra po shkon për të rënuar, le të themi, një pjesë të madhe të oligarkëve botëror, ata që kanë para në dorë. Nga ana tjetër, mendohet që nuk është e vërtet. Pse? Sepse ai në këtë periudhë që po flasim po jep mundësi biznesmenëve, ata që e mbështetën gjatë fushatës, njëkohësisht ata që po e mbështetin dhe tani, u jep mundësi që ata të shtojnë parat në bankat e tyre. Dhe ky është një fakt që është e vërteta, sepse është bërë një llogaritje nga disa financier, e pash këtë video para 2-3 javësh, ku shuma e të ardhurave financiare, jo vetëm të këtyre mbështetësve të Donald Trumpit, por edhe vetë Donald Trumpit është rritur në përqindje marramendse. Në fakt që kur ka ardhur president deri tani, shuma me fjalë buxheti financiar familjar i presidentit është rritur në 90%, ton disa. Megjithatë, doja të nënvizoja diçka
për këtë, që emri është tepër i rëndësishëm dhe nuk është vetëm puna që bën njeriu, por është edhe emri. Çka do të thotë kjo në këtë rast, do thoni ju? Do ja u them. Atë çka mendoj unë, në momentin që ai u bë president, që të gjithë kërkojnë që të punojnë me të. Dhe nga momenti që ai hap kantiere të reja, kantiere në të gjitha fushat po flas, këto i shtojnë buxhetin familjar. Për shembull, Donald Trump hapi disa si quhen këto në rrjetet sociale. Hapi disa rrjete sociale që janë të tij personal. Mirë po, në qoftë se nuk do të ishte president, në qoftë se nuk do të ishte në këtë pozicion që gjendet tani, nuk do të vlenin asgjë. Ndërsa ato sot një për shembull nga këto vlen 30 milion dollar për shembull. Një që hapi për të rinj një diçka tani para disa ditësh, nuk e di e pat apo jo, por sa u hap ky për mbështetjen e të rinjve, e kërkuan pra vlera e këtij portali, pra e këtij social media, vlen 30 milion dollar brenda një kohe shumë të shkurtër, brenda disa ditëve. Pse kjo? Sepse ai duke qenë president, duke ditur njerëzit që ai investon dhe investon në drejtimet që do t'i hyjë aty në punë dhe do t'jenë për të mirën e tij, atëherë njerëzit shkojnë pas tij dhe investojnë. Për shembull, edhe për sa i përket valutës, ai bëri një monedhë, me fjalë një investim në monedhë të re, në Bitcoin, dhe Bitcoini, me fjalë kundër Bitcoinit, dhe Bitcoini era në një kohë shumë të shkurtër, por u ngrit monedha e tij. Tani, disa e kanë kritikuar sepse si është e mundur që një president të bëjë një monedhë me fytyrën e tij, ose ashtu siç e keni parë, dhe kërkon që të vendos edhe fytyrën e tij në parat e stamposura, pra në ato prej karte. Ky është një polemik tjetër e hapur nga disa le themi geopolitikan. Por ajo që kanë shkruar mjekët, pra në këtë deklarat, është le themi që është e drejtë nga një anë, por është e shtrembët nga ana tjetër, do t'ju them. Është e drejtë sepse në bazë të këtyre lëvizjeve që ka bërë presidenti kohët e fundit, i jap të drejtë atyre, sepse është e vërtet. Këto lëvizje drastike, për shembull, tha për luftrat, dhe është e vërtet. Që ai tha që do t'i ndaloj dhe nga ana tjetër filloi luftrat. Pastaj tha që unë do ta shkatërroj Kinën dhe shkoi në Kinë. Pastaj tha që do të jemi një forcë e vetme me NATO-n dhe doli nga NATO. Tha që do të mbështes Kanadan edhe vendet e tjera, por shkoi kundra Kanadas, pra kërkon që të marrë Kanadan. Të gjitha këto lëvizje, ata kanë të drejtë sepse mendojnë që është vërtet, me fjalë, ka probleme të aftësive. Por unë mendoj që nuk është kështu, sepse e para një që nuk është e thjesht të jesh president ose qeveritar. E dyta, që ti të vendosësh diçka, me fjalë të vendosësh nga mendja jote, nuk mundesh. Nuk mundesh sepse ke trysi nga të gjitha anët. Për shembull, në këtë rast, Donald Trump, disa thonë që e ka kapur keq shërbime sekrete të huaja, sepse kanë në dorë disa fotografi, disa maile dhe disa kontakte që ai ka bërë më përpara se të bëhesh president, dhe që e fundosin presidentin, dhe kjo ja kanë treguar, sipas gjasave, ja kanë treguar, dhe ai tani nga Afrika bën atë çka i thon këta, pra grupi që sillet pas. Dhe sipas gjasave, një pjesë e këtyre të grupit janë pikërisht ata që ju thash më përpara që hapa bisedën. Duhet flasim ndonjëherë me superlativa sepse nuk është e thjeshtë. Janë ata që të quajturit deep state, ose një pjesë prej tyre, sepse bota deri para pak vitesh, madje edhe sot, vendosin, me fjalë, përqindja e të ardhurave financiare janë vetëm të disave, dhe ata nuk shfaqen kurrë. Janë një pjesë, si që kemi bërë dhe në për emisione, dini shumë mirë, dhe janë pikërisht këto fakte që bëjnë që këta specialist, këta 30 specialist, kanë bërë një përmbledhje pra të situatës mendore të Donald Trumpit. Mirë po, unë them që nuk është kaq drastike, sepse duhet vënë re edhe situata brenda për brenda.
Pra brenda familjes, brenda partisë, brenda Amerikës dhe situatës në përgjithësi. Në vitin 2008, mos gaboj, Donald Trump kishte qenë në një mbledhje ku sipas gjasave ka bërë një deklaratë të fortë dhe dikush pra ka këtë video dhe mund të shkaktoj polemika të mëdha në këtë periudhë dhe mund të shkarkohet si president. Shikoni, sepse ndoshta i keni dëgjuar këto lajme, por unë do t'i them diçka. Në çdo cep të botës, çdo qeveritar ka edhe rivalët e vet. Ashtu siç po bëhet për shembull edhe në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, të gjithë kanë rival. Dhe rivalët gjejnë të pamundurën për të bërë ç'është e mundur që ai mos të gjendet më aty, para mos të jetë më aty në atë pozicion. Sepse është për 1 miliard arsye gjithmonë te paraja, sado lloj arsye të ketë, gjithmonë tek paraja është. Nuk është vetëm për pushtet, por edhe për para. Tani do t'ju them diçka. Në vitin 2000 më falni, po një nga çunat erdhi më kërkoi diçka. Dhe po thoshja, do ta diskutojmë edhe pak këtë sepse më intereson ky argument, sepse doja t'ju thoshja që në vitin 2008 kur u themelua Kosova, të gjithë ishin entuziastë që Kosova të bëhej shtet. Në fakt, edhe sot të gjithë duan të bëhet shtet Kosova. Po atëherë më shpjegoni diçka. Pse gjithë këto probleme brenda qeverisë Kosovës? Pse i frenojnë në të gjitha anët? Për çfarë arsye? Pse duhet të krijohet një kolaps politik kaq i rënd në Kosovë? Njëkohësisht edhe në Shqipëri. Për mirë, po në Shqipëri ka, le të themi, ka dorë diçka tjetër që e bën të pamundur këtë, pra dhe është vendosur prej kosh, okay? Nga dikush. Është vendosur që të jetë kjo situatë kështu siç është, sepse duhet të jetë e kontrollueshme. Mirë, po në Kosovë jo. Dhe po thoshja, e njëjta gjë po ndodh edhe në Amerikë. Tani është si është situata. Sipas jush, në këtë periudhë që po flasim, Donald Trump është ashtu si thon këta psikologët, mjekët dhe neurologët, apo është i denj për president, sipas jush? Ju çfarë mendimi keni? Dhe tjetra, Donald Trump ka bërë mirë deri tani për Amerikën apo jo? Sepse disa mendojnë që nuk ka bërë mirë, por koha do ta tregoj. Unë them që ka bërë mirë, megjithatë ai po kërkon të bëj diçka që kam thënë disa herë, por dua ta përsëris, Amerikën e Madhe. Kërkon që të mbledh të gjitha vendet latine dhe së bashku me Kanadan për të bërë Amerikën e Madhe, sepse sa më shumë të jenë në numër, pra sa më shumë numër ka të njerëzve dhe aq më i fortë bëhet vendi. Dhe ky është pikësynimi i tij. Kështu që unë mendoj që është është i vetmi president në botë që nuk pranoi herën e parë, nuk pranoi që të merrte rrogën. Mori $1. $1 në muaj, sepse nuk kishte problem. Ai nuk e ka problem ende sot, por dikush nga do të thotë, po mirë, pse i mori tani kësaj radhe? Këtë gjithsekush punon, të gjithë punojmë. Kështu që ai zgjodhi që të bëhesh president, i kanë thënë ndoshta duhet i marrësh edhe ai i mori. Por jo se ka problem për ato para, sepse është stramiliarder. Megjithatë, pres komentet tuaja çfarë mendimi keni, dhe tani ikëm në punë. Ditë mbar.